18 minatorë kanë mbetur të bllokuar në minierën e Stantergut, që nga ora 01:30 e mëngjesit të 14 majit, pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike në njësinë biznesore dhe flotacionin e zonës. Ndërmarrja Trepça bëri të ditur se nga 47 punëtorë që ndodheshin në minierë në momentin e incidentit, 29 arritën të dalin në sipërfaqe, ndërsa 18 të tjerë mbetën nën tokë. Sipas njoftimit zyrtar, shkaki i ndërprerjes së rrymës dyshohet të jetë një shkëputje përcjellësi në trafostacionin e flotacionit, e cila ka dëmtuar izolatorët dhe ka shkaktuar edhe djegje në transformatorin që furnizon zonën me energji elektrike. Gjithashtu janë raportuar dëmtime edhe në stabilimentet përcjellëse, duke vështirësuar rikthimin e furnizimit me energji. Autoritetet dhe ekipet teknike po punojnë për evakuimin e sigurt të minatorëve dhe rikthimin e sistemit elektrik, ndërsa raportohet se ata janë në gjendje të qëndrueshme dhe pritet të nxirren në sipërfaqe brenda 2 orësh. Trepça thekson se situata po menaxhohet në terren, ndërsa nuk është rasti i parë i bllokimeve në minierë, pasi edhe më herët janë regjistruar incidente të ngjashme për shkak të defekteve teknike dhe problemeve me energjinë.